Xhavit Haliti ish nënkryetari i Kuvendit të Kosovës duke komentuar mundësinë e një koalicioni qeverisës ndërmjet LVV-s Albin Kurtit dhe nismës së Fatmir Limajt, por edhe gjendjen pas zgjedhore të partive opozitare që nuk duan bashkëpunim me partinë në pushtet, tha se çdo gjë është e mundshme, por vështirë e parashikueshme. Sipas tij, opozita nuk ka kandidat të përbashkët për kryeministër, gjë që dobëson në raport me fuqinë elektorale të LVV-s. Haliti tha se vetmja parti në Kosovë që në kazanin e qeverisës nuk ka patur LVV-n është PDK-ja. Të tjerët kanë qenë në kazanin apo vorbullën e përbashkët politike dhe thelat e tepsis që do t'i mundsonte pushteti i kanë ndarë së bashku, theksoi Haliti duke potencuar se Albin Kurti ka nevojë për të bërë koalicion me një parti të vogël, e cila sipas tij do t'i mundësonte kalimin e Ilberit. Sipas ish nënkryetarit të Kuvendit të Kosovës, Kurti e bën qeverinë me pakica duke përjashtuar listën serbe, por se sa do të jetë i shndrueshëm ky lloj koalicioni mbetet të shohim. Për sa i përket heshtjes së Limajt dhe Kurtit, si dhe zhurmës se a janë takuar apo jo, mendoj se janë takuar, por ende nuk kanë arritur të bëjnë marrëveshje. Besoj se kërkesat e Limajt është duke i analizuar Kurti, dhe gjithmonë në këto raste ka takim të parë, të dytë dhe të tretë. Heshtja dypalëshe është treguesi mirë që kanë një marrëveshje për mos transparencë dhe për të heshtur, ka theksuar Haliti.